tung për të gjithë shikuesit e emisionit Amazing Benieri. Tung edhe nga unë dhe mirë se erdhët në emisionin tonë. Si çdo herë sonte ekipi ynë ka përgatitur tema shumë interesante. Të shikojmë se çka mund të shihni sonte. Adelina Thaçi, Jeton Mikulovci, studenti 16 vjeçar Qendrim Gashi, si dhe tenisi. Prani Lidhja me tenisin, ku ka biseduar me trajnerën e klubit Prishtina. sa është i zhvilluar tenisi në Kosovë, ta ndjekim në vazhdim. Këtu me mua Gjendet Arbenis Lami, trajneri klubit të tenisit Prishtina. Se sa është formuar ky klub? Klubi i tenisit Prishtina është klubi i parë që është formuar në Kosovë. Është formuar në vitin 1992 me iniciativën e Agimit Islamit, bashkë me lojtarë tjerë, të cilët kanë luajtur në atë kohë. Pasi që në Kosovë tenisi është pak i zhvilluar, çfarë janë kushtet? Kushtet janë siç po shihet këtu. Në Prishtinë nuk ka ndonjë terren tjetër të mirë fill të tenisit. Këtu në terrenet e vetme në Prishtinë. Në qytete tjera, për shembull në Pej, ekzistojnë dy fusha të dheut, të cilat janë fushat e vetme, të cilat plotësojnë kriteret normale për një lojë të tenisit. Gjithashtu ekzistojnë edhe fusha tjera si në Mitrovic, mandej në Prizren, ku në Prizren është edhe fusha e vetme private në Kosovë, e cila gjithashtu plotëson kushtet për një lojë normale. Ku siguroni pajisjet? Pajisjet i sigurojmë vetë, shumë të në raste. Mirë po, në vitin e kaluar, kemi marrë një ndihmë prej Austrisë, prej Federatës së Tenisit Austrisë, ku në kanë dërguar rreth 250 raketa tenisit, të cilat i kena shpërndarë në gjithë Kosovën. A bashkëpunoni me klube tjera të Kosovës, se po ashtu edhe me ato të Evropës? Po, bashkëpunojmë. Ndoshta e dini se Kosova e ka Federatën e Tenisit, e cila numëron 7 klube të tenisit, të cilat bashkëpunojmë me zveti si në formë të mbledhjeve të bordit, të cilat i kena çdo 2 javë, mandej formë të turneve, të ligës. Pra, për herë të parë në këtë vit ka startuar Liga e tenisit në Kosovë, ku 7 klubet të Kosovës bojnë garë për vendin e parë. Sa i përket bashkëpunimit me klubet e huaja, kemi bashkëpunim me federatat e shteteve evropiane, kemi me klubet Gjermanisë dhe të Francës, të cilat na kanë premtuar se do të na ndihmojnë. Ringa, sa ke filluar të merresh me tenis? Me tenis kam filluar më marr para 5 vjetë. Në fillim kom luajtur në grupet e Dragodanit, masandej kom shku në Amerikë, ku jam antarësu në ekipin e qytetit në Belmont, North Carolina. Masandej, kur ka fillu viti shkollor, kom hyrë në ekipin e shkollës, ku kom qenë në grupin e 6 lojtarëve më të mira në shkollë, kur jam kthyer nga Amerikës që këtu ta shtyje. Artani, si trajner, sa jeni të kënaqur me të arriturat e klubit Prishtina? Sa përket klubit tonë Prishtina, jemi mjaft të kënaqur. Çka mendon, tu ka zhvilluar tenisi në Kosovë? Po, sa përket Kosovës, ma merr mendja që do të shkon në një zhvillim e sipër.